Njihe personalitetin tënd nëpërmjet këtij tregimi. Ishte një njeri I cili merrej me peshkim, e si zakoni kishte që të peshkoj natën. Po një mëngjes, në kohën e agimit, u ul në bregdet dhe afër tij, e gjeti një qese të mbushur me gur. E afroi dorën dhe e mori një gur nga qesja dhe e hodhi në det. E mahniti zëri që leshoi guri kur ra në ujin e detit. Prap e mori edhe një gur dhe e hodhi në ujin e detit. Zërat që I jepnin gurët, disi e gëzonin peshkatarin. Drita e diellit filloi të paraqitet dhe me të duket edhe qesja dhe peshkatari ta sheh se I ka hedhur të gjithë gurët, përveç se një. Kur lindi dielli, edhe qesja filloi të duket edhe më mirë. Dhe kur peshkatari e shikoi mirë gurin, e pa se ai ishte diamant, dhe zbuloi se gjithë ato gur që I kishte hedhur, në fakt kishin qenë diamante, e jo gur. Filloi në vete të thot me keqardhje: sa budalla që jam, I hidhja diamante duke menduar se janë gur, vetëm që të ndjej kënaqësi nga zëri I tyre. Pasha Allahun, po t'ua dija vlerën nuk do t'i hidhja në det asnjëherë. U nis për në shtëpi dhe në fytyrën e tij shihej qartë keqardhja e tij. Njihe personalitetin tënd nëpërmjet këtij tregimi. Peshkatari je ti. Qesja me diamante është jeta jote. Zëri I ujit është epshi yt dhe ëndjet e tua. Errësira e natës është kujdesja jote ndaj Allahut. Pra, ti e humb, e neglizhon dhe e hedh poshtë jetën tënde dhe veten e çon në shkatërrim dhe pikëllim në dynja dhe ahiret, vetëm për t'u kënaqur me dynjan, në momente shkujdesjeje nga Zoti yt, I cili të furnizon dhe nga ti nuk gjen falënderim, as në fjalë e as në vepra. Nga tani zgjohu dhe afroju Zotit tënd para se të perëndoj dielli dhe të kaloj koha. Harroi se I biri ishte I vdekur. E lajmëruan prindin nga spitali se fëmia I tij, porsalindur, ka ndërruar jetë dhe se duhet të shkoj sa më shpejt e ta marrë gjenazën e tij dhe ta varros në Varreza. Prindi u nis me njëherë dhe unë shkova së bashku me të. E mori familjen dhe hipëm së bashku në makinë. Rrugës e kishte vendosur të birin e vet të porsalindur në preherin e tij dhe vazhdimisht e shikonte me sytë e tij. Gjatë një lakese në rrugë, rrezet e diellit ranë mbi makinë dhe prindje bëri një lëvizje të çuditshme. E mori një pëlhur dhe I bëri hije të birit që të mbrojnë nga nxehti I diellit. Subhanallah, harroi se I biri ishte I vdekur. Fillova të qaj nga mëshira I tij për birin e vet të vogël, dhe atëherë, për herë të parë kuptova drejta jetin. O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha I vogël. Nëna dhe babai munden të përkujdesen për 10 fëmijë, kurse 10 fëmijë nganjëherë nuk munden të kujdesen për një nën apo për një baba. Shokët që nuk të duan për interes. Në të kaluarën ishte një djalë me pasuri të madhe. Prindi I tij ishte tregtar I diamanteve dhe perlave, kurse ai në mesin e shokëve të vet kishte respekt të veçantë dhe pozitë që nuk I kishin të tjerët. Kaluan ditët dhe gjërat u ndryshuan. Prindi ndërroi jetë dhe familja u varfrua tepër. Djali e humbi biznesin dhe pasurinë që e kishte. Filloi të I kërkoj shokët e vjetër që t'i dalin në krah dhe të I ndihmojnë. E mësoi se një ndër shokët më të mirë që I kishte në të kaluarën, e që e donte dhe që I ndihmonte, ishte bërë pasanik I madh dhe jetonte me një vilë të madhe. U nis drejti me shpresë që të punsoj apo të I ndihmoj, dhe kur arriti te dera e vilës, e priti shërbëtori dhe pasi që ja shpjegoi se kush është, shërbëtori me njëherë shkoi dhe lajmëroi padronin e vet. Shoku e hapi perden dhe prej lartë e pa se te dera qëndronte një njeri me rroba të vjetra dhe nga pamja dukej se është I mirë dhe nuk shprehi dëshirë ta takoj. Kështu I tha shërbëtorit të shkoj dhe të I thotë se nuk ka kohë të takoj askënd. Djaloshi u habit tepër se si është e mundur që shoku më I afërt ta refuzoi takimin me të. Dhe kjo I dha dhimbje të madhe në zemër. E pyeste veten se si është e mundur që gjithë ajo shoqëri të vdes, e ajo dashuri të humbë dhe besnikëria të tradhtohet.
Filloi të largohet nga shtëpia e shokut kokullur dhe rrugës i takoi 3 veta, që në pamje të parë dukeshin se e kërkonin dikë. I pyeti se çfarë kërkojnë, kurse ata i thanë se kërkojnë një njeri me këtë emër dhe mbiemër, dhe ia përmendën emrin e babait të tij. U tregoi se ai ishte i biri i tij dhe se babai i vet kishte ndrruar jetë para një kohe. U erdhi keq për lajmin që e morën dhe e cekën për prindin e tij, se ishte njeri i mirë. I thanë se prindi i tij ishte tregtar i diamanteve dhe tek ata e kishte lënë një amanet, një qese me diamante. Djalin nga habia mbeti i shtangur. Ja dhanë qesën në dorë dhe u larguan. Djali ende nuk po besonte se në dorë ka një qese me diamante. Mirë po problemi qëndronte se kush do t'ja blinte ato diamante. Shitja e tyre ishte e rëndë dhe kërkonte pasanik, kurse banorët e qytetit të vet nuk kishin mundësi ta paguajnë vetëm se një prej tyre. E mos të flasim që t'ja blejnë të gjitha. Rrugës duke ecur e takoi një grua të moshuar në vite dhe nga pamja e saj dukej se është e pasur. I tha: "Birim, ku mundem të gjej diamante për të blerë në qytetin tuaj, sa do që kushtojnë me vlerë?" Djelo u shqyrgëzua tepër dhe i tha se i kishte disa me vete dhe nëse i pëlqejnë do t'ja shes. Gruaja, kur e pa formën e tyre, ra dakord që ta blej një nga to dhe i premtoi se do të kthehet prap e t'ja blej edhe të tjerat. Kështu që filloi të i rikthehet pasuria dhe tregtia të jetës. Atëherë e rikujtoi shokun e vet i cili pretendonte se e do, e ja dërgoi një letër kur i tha: "Kisha pasur shok që nuk kishin qenë besnik. Më therrën pas shpine dhe më xhelozuan dhe më bën kurthe të ndryshme. Shok që më kishin dashur vetëm për pasuri. E kur më falimentoi pasuria, më konsideronin ignorant dhe askush nuk më doli në ndihmë." Shoku e mori letrën dhe pasi që e lexoi, i shkroi: "Ata 3 vetë që i takove rrugës, unë i dërgova dhe asnjëherë kurth nuk të bëra. Kurse gruaja që t'i bleu diamantet ishte nëna ime. Dije se ti je vëllai im. Dhe asnjëherë nuk të largova për shkak kopracisë, apo nga frika se do ta humbi pasurinë, apo nga xhelozia ndaj teje. Por nuk të takova për shkak se u frigova se kur do të më dalësh përpara me ato rrobe dhe me gjendjen tënde, do të turpërohesh prej meje. Unë këtë për ty nuk e doja. Kjo është shoqëri e mirëfillt dhe ky ishte me të vërtetë shoku më i mirë i tij."